Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Sot ungjilli është takimi i dishepujve që shkojnë në Emaus. Takimi me Krishtin e ringjallur. Dhe ata kanë diçka e veçantë, që ata shkojnë duke folur njëri me tjetrin. Domethënë me parimet e botës nuk kuptojnë ngjarjet që kanë ndodhur. Kishin shpresë në Jezusin, por përballë kryqit dhe vdekjes së tij kanë humbur çdo shpresë. Atëherë, ata ndërsa shkojnë, Krishti afrohet, Krishti ec me ta, si ec edhe me ty në jetën tënde. Edhe ata kanë pas disa shenjat. Mbas 3 ditësh, varri ishte boshtë, nuk kanë parë Jezusin atje, edhe kanë dëgjuar lajmin e grave, edhe njerëzit që kanë konfirmu që varri ishte boshtë. Atëherë, edhe këto shenjat, ata nuk kanë pas mundësi me lexu, me kuptu me të vërtet, sepse ishin vetëm duke folur në mënyrën horizontale, duke arsyetuar thjesht me mendimet e kësaj bote. Jeta jote është plot me shenjat e të ringjallërit. Kemi si një puzzle e ngjarjeve të jetës sonë, që vetëm në bisedim me Krishtin ai ka mundësi me na tregu si i shkon në çdo pjesë, e me na tregu ku është ai. Çdo gjë që ne përjetojmë në jetën tonë ka një lidhje me Jezusin, edhe me fitoren e tij mbi vdekjen, ka lidhje me kryqin e tij edhe me ngjalljen e tij. Atëherë kur ajo, Krishti ec me ne, por është e rëndësishme që ne të dialogojmë me të në kishën. Të dy njerëz janë edhe imazhe e kishës, edhe Krishti bisedon me ta. Atëherë kur ajo, le të hapemi ndaj dialogut me Krishtin, le të i lejojmë që ai në kishën të na ndriçoj, edhe me sakramentet, me fjalën e Zotit, me meshën e shenjtë, me lutjen, që Krishti të deftohet gjithmonë më shumë në mënyrë të qartë në jetën tonë, që ta shohim me të vërtetë që jeta jonë është plot kuptim, plot dashurinë e Zotit. Që lëvdu Krishti.